Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes publike Trainkos Aglon Statovci është kërcënuar me vdekje gjatë ditës së sotme, në atë që dyshohet të jetë një reagim ndaj reformave të thella dhe infrastrukturave të ndërmarra brenda kompanisë së rrugave të Kosovës. Burimet e brendshme të kompanisë kanë bërë të ditur se kërcënimet janë adresuar ndaj Statovcit pas vendimeve të tij për të ndërmarrë masa të ashpra kundër apozimeve me pozita zyrtare, që dyshohet se janë bërë nga individ të caktuar brenda strukturës ndërmarrjes. Sipas këtyre burimeve, kryeshefi është përballur me kundërshtime të ashpra që nga fillimi i zbatimit të reformave, por kërcënimet e sotme përbëjnë një eskalim të situatës. Reformat që Statovci ka iniciuar përfshin rritjen e transparencës dhe llogaridhënien në çdo nivel të kompanisë, ndëshkimin e keqpërdorimeve me detyrë zyrtare, si dhe përmirësimin e performancës institucionale. Një pjesë e këtyre reformave ka përfshirë edhe largimin e disa zyrtarëve të përfshirë në vendime të dyshimta menaxheriale, çka ka shkaktuar tensione të brendshme. Lajmi për kërcënimin është konfirmuar nga zyrtarët e Trainkos, ndërsa rasti është tashmë në duart e policisë së Kosovës. Sipas informacioneve, Statovci e ka denoncuar ngjarjen në stacionin policor të Fushë Kosovës dhe hetimet kanë filluar menjëherë me qëllim të identifikimit të personave përgjegjës dhe vlerësimit të nivelit të rrezikut ndaj tij. Policia nuk ka dhënë ende detaje shtesë lidhur me rrethanat e kërcënimeve, por ka konfirmuar se po trajton rastin me prioritet të lartë për shkak të natyrës serioze të çështjes dhe pozicionit të lartë që mban zyrtari i kërcënuar. Ky incident vjen në një kohë kur ndërmarrjet publike në Kosovë janë vënë në presion për të reformuar mënyrën e funksionimit dhe për të eliminuar korrupsionin dhe keqpërdorimet që kanë karakterizuar shumë prej tyre në të kaluarën. Zhvillimet e fundit në Trainkos do të mbikëqyren me kujdes nga institucionet përgjegjëse dhe publiku, ndërkohë që mbetet të shihet nëse do të ketë edhe veprime të tjera ndaj kërcënimeve dhe rrënjeve të tyre.